Kampionati kombëtar i Superligës së moshave, kategoria U15 luajti ndeshjet e javës së 12 që ishin edhe të fundit për vitin 2025. Vllaznia drejtuar nga trajneri Malvin Meçarovi luajti përballë ekipit të klubit të futbollit Shkodra me trajner Semir Gokaj. Ndeshja e luajtur në stadiumin Reshit Rusi u mbyll me rezultatin 3-0 në favor të skuadrës kuqeblu. Serinë e golave për ekipin e vllaznisë e hapi Meldis Boshnjaku, teksa më vonë Petar Iriç dyfishon avantazhin për vllazninë U15. Pjesa e parë mbyllet me rezultatin 2-0 për vllazninë, ndërkohë që në të dytën ka përpjekje nga 15 vjeçarët e klub futboll Shkodra, por është vllaznia ajo që shënon edhe golin e tretë dhe të sigurisë me shtatlartin Meldis Boshnjaku, që regjistron dobëjetën e tij në këtë ndeshje. Në këtë mënyrë, me fitoren 3-0, vllaznia i bën një mbyllje mjaft të mirë vitit 2025, me objektiv me rikthimin e janarit të vijojë me të njëjtën performancë drejt objektivit të fazës play-off. Jam shumë i kënaqur, rezultati është një anë sepse kriju me disa raste, dol me shumë herë para porte, për këtë duhet ta përkthejë ekipit sepse i bëmë një mbyllje të mirë të vitit, sepse kjo është ndeshja e fundit për këtë vit. Për mua është e rëndësishme që ekipi del para portet, pavarësisht se unë jam pak i pakënaqur sepse mund të shënoshim edhe më tepër, por gjithsesi e rëndësishme që nuk dalim rastisht deri te porta, por nëse ikim me veprime, nëse ikim me qartësi para portet, kjo është ajo që na bën për ditë stërvitje që shkojmë me veprime shumë qarta para portet dhe me veprime të mira, jo rastisht para portet. Për mua është e rëndësishme që ekipi të napin më të mirë fushën e lojës, të marrë fitoren nëpërmjet veprimeve. Kjo një në udhëzimet kryesore të drejtuesave të akademisë, drejtuesave të klubit, që për ne është e rëndësishme të lozim futboll, të formojmë djem që dinë me lut futboll, të formojmë djem që na gjithmonë vllaznia ashtu për një futboll të bukur, edhe për ne është e rëndësishme që ta djem të jenë të formuar në çdo aspekt. Shumë i kënaqur për më shumë për 3 pikën që morëm. Ishte një fitore shumë e rëndësishme për t'i ofruar peshës së parë. Synime kam vu vetë që të bëj 15 gola. Jemi një grup shumë i mirë, dhe harmonik jemi shumë mirë në grup dhe shpresojmë të kapim peshën e parë.